Po që gjakun që këna maru në Dumnic, a kjo kanë komplikum që mua tana shumë ka preka, jo? Nipi e mytë dajnë. Ky daja e kish pas grunë për i shtutarice, po ja qëtë tash mesën kjo, atina djallit atje, që ja kish mytë babën. E tash mesë e halë. Kër ja shku mi marue, ne ka folë gjakun për një satë, që i kish pas për nërë gjinën kur. Po kër i këna unë gjatë, ne ka folë gjakun, tha kom me folë diçka, tha dhe grunë për dëmirë shu, tha se një pas zatetën të dajtë, e o drë që i pezmetoj diçka. Unë i këmë thonë, thash bëne ke folë këtë fjallë për burë. Ka vjë para marese, pa ne folë gjakun, njëherë me bo shkatresën, të na mu maru gjakun. Po gjetëm edhe atë burat gjatë, fort, që e bom edhe atë e quma qikën, e lëshoj dhe shtu i shkatru, po na u prekum shumë aty. Ka pas shumë vena na ka shumë ranë. Fshati Qirez në komunën e Skenderajt njihet për traditat dhe kulturat si fshat, por edhe për pleqnarët e shumë të cilët ka. Brahim Recep Ajeti, si një 83 vjeçar, flet për jetën e tij, e cila sipas tij nuk ka qenë edhe aq e mirë. Brahimit çdo të t'i vinë në kujtesë vuajtjet të cilat i ka kaluar deri më sot. Brahimi, i cili sot ushtron rolin e një pleqnari, tregon historinë se si e filloi këtë punë. Unë e rrjedhi për një familje shumë të vujtne pej. Këna pasë shkombe, këna pasë mirë, po ma shumë pej u kupuzve këna hiek. Plak mas flake këna hiek. Pej ditë smretit, e tektilë, sërbisforen, bugaritën, kralitën, titës, e të në zlobadonin, i na kodë vujtën. E ne janë kodë vronë ava thërë, i këna pas 2 vronë sërbisfarë, ditur këtë 2 sërbis 3, të vronin konë ata, që i kanë vronë pushtusi. O konë Ramazan Rexhepi, migja i babës tem, u vronë në Turkija atje. Nuk e di, me dhune kanë marrë, kanë qurë, nuk e dim punët veç, e dim që u zhduk, pa gjurëm veç. Edhe të na, u konë edhe kë, po Ramadani, po Ahmet Tahiri kabilës tem, bash i shpis tem, kur i ka prek krenë Serbia, e kanë lypë me vrasë, s'kanë mujtë, thonë u dalë në Turki, kush nuk e dim vërën e tina. Në dhunë të aty në nardhi i kanë marrë edhe 2 moshkujt tënë të anashe, e i kanë qujtë 3. Një joni, një këshita, 2 të shpis tënë, i kanë marrë, i kanë pushkatuën, i mëronë në Macedoni. Në pretekst si ushtarat i kanë quë, thonë ja u kanë grabit dë pushat, ja ku në shku kanë liftuë, vorës që avdim kërkut. Kena vujtë gjithë, deri me tash, mu pedin edhe këtë gjarën e tashit ma bënë, kena hjek bëllë, o konë i kohështira atëherë, shkollim s'kena pas, i na konë pa shkollum, i na morë me bujësi, i na morë me blektori, tjetër s'kena pas i dore më të modhe, veç me qëtu i na morë atëherë. Unë e për herë të parë, babën e kom pas pleqnar, edhe 4 gjyshin e kom pas pleqnar, edhe babën e babë gjyshin, pleqnarin kom pas, po baba si manë pënd, a i kanunin e ka ditë shumë mirë dhe ka pleqnu me burat drënisët Kosovës. E unë e të në shqytu bo hizmet në nëdë, kanë bo marjesan në tënë, unë e gjithë këmë bo hizmet si i ri, i këmë gu plesht, qka po thënë, qysh po punuj. E unë e këmë marë për i babës tenë. Kena bo marjesa, e kena maru një gjak në Dumnic, para 10 vjetë që ashtu ndo këti ka, ato kena maru e një pidojnë që ka mi, të në shku kena maru e. 2 gjësa gjoki kena maru në Galicë, me bujak Samadres që në kanë plague, edhe 2 gjësa gjoki në më fushkës u asë. E këna bo maresa të në shkatre, sa ma shumë qëso që po shkatrohen, edhe para lufte i këmë bo 2 maresa, 1 gjak e 1 varë, para lufte. E ku morë pjesë të në në gjdo, do bjem qashtu.